Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqi. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Mirë, dashur shikues, ky ishte reagimi i drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënderaj Hitaj për sa i përket asaj se çfarë ka ndodhur ditë e fundit në raport me review-t negative, pra vlerësimet apo komentet negative për disa nga bizneset kryesore në vendin tonë, ndërta i cili ka qenë më i prekur është edhe restoranti Rozafa Fishsidi i Gjergj Lucës, pra biznesmenit shqiptar. Megjithatë, duket se Policia e Shtetit pikërisht për këtë arsye është shqetësuar dhe sipas asaj që dëgjuam tashmë janë nga analiza fillestare të Policisë së Shtetit rezultojnë mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktivitetit të dyshim, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të Policisë së Shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtazi dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të sakta, të cilat janë identifikuar nga ana jon, thot Policia e Shtetit, dhe po vijojnë veprimet hetimore. Mirë, do doja që të kuptonin pak më shumë qoftë nga pikpamja ligjore, nëse mund të bëj policia një hetim të tillë në raport me një aktivitet të qytetarëve shqiptar, dhe për diskutuar për këtë çështje dhe shumë çështje të tjera të cilat janë, le të themi, të nxehtat e ditëve të fundit, unë kam të ftuar në panelin e Skenkrimi avokat Leonard Karajn. Avokat, shumë faleminderit. Bravo, faleminderit. Dhe në lidhje direkte do të kem avokat Arben Langozin. Avokat, shumë faleminderit. E vlerësoj. Bravo. Tani nisim së bashku. A mundet që Policia e Shtetit në bazë të ligjit për veprimtarinë që ajo ka si objekt, të mund të ketë dhe këtë si objekt, pra ta jetoj se çfarë kanë bërë qytetarët shqiptar në raport me bizneset shqiptare? Unë mendoj që në rasti konkret nuk është se ka ndonjë vepër penale, çdo qytetar është i lirë të japi mendimin e tij për atë që ai mendon për një person tjetër, pavarësisht se këto mund të përbëjnë vepra penale pastaj të shpifjes apo fyres, po kurse si që të jenë vepra penale cilat të jenë subjekti i hetimit nga policia apo nga strukturat e posaçme. Për këto arsye vlerësoj që deklarata e drejtorit përgjithshëm Policisë së Shtetit është nxituar, gjithsesi ajo që ngelet për tu parë është në kuadër verifikimesh, nuk është se ka një hetim të mirëfillt. Se të ketë një hetim do të thotë që të kemi një prokuri e cila të ketë regjistruar një procedim dhe më pas të vijojnë hetimet. Është e njëjta gjë siç ne shpeshherë na komentojnë në rrjetet sociale, qoftë pozitivisht apo negativisht, i bie që duhet të fillojë hetim për çdo lloj komente që bëhet në rrjet. Edhe njëkohësisht edhe Edi Ramos, për shkakun që me mira komentuesit deklaronin të QR e tjerë. Kjo nuk do të thotë që kemi të bëjmë me një vepër penale. Tu kemi shprehjen e një mendimi, është fyerje apo është shpifje, le ta ndaj gjykata ashtu siç e përcakton dhe ligji, po jo kurse si Policia e Shtetit të investohet edhe aq më tepër kryesisht. Vlerësoj që është i gabim ky i drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit kjo deklaratë dhe
duhet me patjetër që një biznes privat nëse ka dëm ekonomik duhet i drejtohet gjykatave civile duke e paditur çdo që ka komentuar apo ka bërë një review negativ, sepse mendoj ajo që lind dyshimi sipas policisë është fakti që këtu kemi një sër komentuesësh, por kjo pavarësisht këtij fakti as nuk e bën të dyshim që të kemi një vepër penale në fushën e kibernetikës ashtu siç ai deklaroi. Kështu që vlerësoj që është deklaratë e gabuar. E qartë, faleminderit Langozi, rikthehem sërish në ardhësi e vlerëson. Do duhet të ketë një hetim nga ana strukturave të specializuara të policisë së shtetit për ato që lidhen me krimet kibernetike kryesisht. Mua më duket një idiotizëm i madh për mënyrën domethënë se si është qasur, sepse pastaj mrapa nëse aty ka një vepër penale për cilën ne nuk arrim të ta kuptojmë, atëherë është okej, le të shkojnë edhe palët e interesuara apo viktimat e veprës penale në rasti konkret i drejtohen gjykatave sepse ka apo edhe prokurorive, sepse ka faza hetimore të qëndësishme ky shtet, para sa është shtet dhe para sa funksionon sistemi i drejtësisë për ta bërë një gjë të tillë. Më duket si një lloj patronazhimi i diçkaje, sikur të ka ndodhur me votën, tani po patronazhohet review-ja, domethënë duhet mos e japësh review-n e keq apo të mirë, pra ti të ngushtohesh tek ajo ideja që mund të kesh ti personalisht si një qytetar apo cili do qoftë. Pra po vijem në pozicionin e dikujt që e shkruan një gjë të tillë. Pra, pse duhet mos e shkruaj unë që në filan biznes unë jam keq trajtuar ose kam parë një mangësi të tillë. Duhet me patjetër që këtë biznesi shqiptarët i kenë notën 10. Pra duhet ta kenë review-n 10, vetëm për këtë arsye do duhet domethënë e para. Kjo e marr në aspektin le të themi social turistik. Në aspektin penal apo policesk, pastaj unë nuk e di se ku hyn Skënderita, këtu ku hyn policia. Ose se kuptoj unë, ose këta janë duke bërë këto shashkat e radhës, budalliqet e radhës që pasi i kanë zgjedhur gjitha hallet e këtij populli, në kuptimin e mifill fjalës, të gjitha, dhe s'kan çan nisha me çan merren, edhe do shikojnë domosdoshmë do kontrollojnë edhe gjitha review-t që dalin nëpër rrjetet sociale kudo qofshin ato. Po nëse neve kemi arritur deri në këtë lloj standardi, atë është drejt që e mori në një jeto kemi në vendin më të sigurt në botë, por e kundërta vërej unë, sepse ty e ke pjesë skaletës, ne jetojmë në një vend të dhunshëm, ku dhuna është pjesë edhe të mitërve, mes të mitërve. Pra, policia e shtetit le të merret me këtë historinë. Ajo dhe gjithë tjerët, po përpara se sa të merret me çështjet e review-s e kështu. Materialet procedurale do të referohen organit prokurorisë të policisë së shtetit, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike, si dhe dëmtimit të interesave ekonomike dhe reputacionit. Të kujt? Të bizneseve. Të cilit biznes? Të bizneseve të cilat kanë marrë vlerësim negativ të paktën nga ajo çfarë është shumë bukur. Ai biznesi që ka marrë vlerësimin negativ, ti drejtohet gjykatës dhe thotë unë kam marrë një review negative nga avokat Leonard Karaj dhe në lidhje me këtë çështje, duke qenë se mendoj që review-ja e këtij personazhi, e këtij personi, sa dy review-t janë me emër me mbiemër. Ose minimalisht janë të gjurmueshme. Nëse është kështu, janë të gjurmueshme, Ato po bën policia pra, po i gjurmon. Dakor pra. Po e zëm se më gjurmoi mua më. Unë po e bëj banale histori. Jo, ta kuptojmë, Unë do shkoj në dhërmi. Do shkosh në dhërmi, në një restorant X. Restoranti Andit, po. Dhe normalisht unë aty nuk gjej atë të cilën e kam parë në internet. Patjetër. Çfarë ti mendon domethënë që unë do i bëj qokën atij restorantit apo do shkruaj një review domethënë negativiste për atë ndoshta. Çfarë do të thënë kjo histori valla? Do duhet me patjetër domethënë të jetojmë në ëndrat e në Shqipërinë e Edi Ramës? Pra ku çdo gjë është e jashtëzakonshme, e bukur. Këtë do duhet bëjmë. Qëse jemi këtu, po jetojmë në një gënjeshtër. Çfarë lidhje ka kjo histori? Hajde i bëjmë një review. Po shko bëjmë një review atje çobani që është më i malit. Se si mandelet apo dhit, se si është nga ana higjienike apo ku diun çfarë bari me çfarë kullote i ushqen. Seriozisht e keni tani? Kjo është idiotizëm, po ta them edhe një tjetër. Është idiotizëm. Është fjala më e gjetur në 50 fjalët e fundit fjalorit gjuhës shqipe, sepse i meriton dhe 50 fjalët e fundit të gjuhës shqipe. Domethënë do ta lëshoja gojën në këtë rast. Do rikthiem sërish. Langozi, mendon se kjo ishte një formë e duhur e protestës, mendon se protestuesit kapën një
pikë delikata aty për të vendosur në pozita, ndoshta personazh të ndryshëm të botës biznesit dhe që mund të kenë dalë kundër. Të gjithë këto biznesmen janë përdorur nga politika, të mos harrojmë që biznesmenët dolën që ne po na largohet turizmi, kur ne ndërkohë në protest kishte të huaj pafund që ishin të kënaqur për mënyrën se si protestonte populli shqiptar, sepse e theksoni që dhe në vendet e tyre mungon kjo lloj proteste kaq paqësore. Na u reklamua që këtu kemi të bëjmë me terrorist, kemi të bëjmë me iranian, kemi të bëjmë me kinez, ku diun çast nxorën teori. Edhe për këto duhet kishte filluar hetim drejtoria e policisë, sepse nëse ka deklarata të tilla kaq të rënda, mendoj që duhet të fillohen hetime. Kush janë këto shërbime tuaja që po nxisin urrejtje në Shqipëri apo po krijojnë protesta në Shqipëri? Pra, ne duhet prisim një deklaratë të tillë që drejtori i përgjithshëm policisë në lidhje me deklarata që ka bërë Tauland Balla, Edi Rama apo persona të tjerë që kanë thënë që këtu në Shqipëri shërbimet po organizojnë protesta. Dhe të kishin identifikuar se kush janë këto persona që po organizojnë të tilla protestash dhe duhet të ishin marrë masa dhe parandaluese, arrestime. Dhe nëse nuk ka protestues apo organizime nga shërbimet huaja, duhet me patjetër të kishte filluar procedim penal për shpërndarje paniku, sepse nuk mundet që një kryeministër apo një deputet si Tauland Balla e tjerë të dalin dhe të ngrej panik që këtu kanë ardhur shërbimet e huaja dhe posatojnë Shqipërinë. Sepse janë trembur gjithë shqiptarët nga kjo lloj shpifje që janë duke bërë, po kjo nuk është shpifje, kjo është shpërndarje paniku, që me patjetër duhet ishte proceduar ose kryeministri ose këto agjentët imagjinar që kryeministri e Tauland Balla i ka shpikur. Pra, unë në këtë fushë doja që drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit të dilte. Në konferencë të deklaronte që këtu kemi të bëjmë me një vepër penale të konsumuar nga një deputet. Por ajo që unë mendoj dhe unë kam besim sërish tek drejtori i policisë, sepse ne nuk mund ta kryqëzojmë me një deklaratë apo me një verifikim që ai ka kryer, sepse duhet parë edhe modeli i menaxhimit të protestave. Kemi 40 ditë protesta në Shqipëri, të cilat janë menaxhuar nga policia e shtetit në mënyrë më të mrekullueshme. Ne kemi parë punojës policie, pavarësisht një rasti, se ka qenë vetëm një rast, kemi parë punojës policie që përshëndeten me protestuesit, që përshëndesin të miturit. Kanë qenë protesta që nuk janë provokuar nga policia. Ka qenë vetëm një moment, një incident, dhe kjo ka qenë në bazë të urdhrave politik që ka marrë policia në ato momente. Nga deputetët, nga manja me kompani. Po jo, unë them që ne duhet ta vlerësojmë edhe për atë anën pozitive që ka ky drejtor policie. Dhe duhet të japim akoma mundësi dhe mos e kryqëzojmë. Të japim mundësi që ai ta menaxhojë qoftë kriminalitetin, të mos harrojmë që ka pas dorë të ekur dhe brenda policisë ka ndodhur në kaq vite të arrestohen punojës policie, të mos harrojmë që është arrestuar komplet komisariati Sarand. Vetëm një video që publikova ditën e djeshme janë 12 punojës policie të pezulluar nga detyra. Dhe kjo është për të vlerësuar. Kështu që ne duhet të japim besim, jo duhet ta falim, por duhet ta inkurajojmë në kryerjen e detyrës, sepse të mos harrojmë që edhe ai ka një peshë të madhe me politikën, me ata që e kanë emëruar në atë vend, dhe kështu që normalisht do ketë dhe ai ato përplasjet e veta. Kështu që vlerësoj që ne duhet që fokusohemi tek këto thënjet që Edi Rama ka thënë. Ku i ka iranianët Edi Rama? Po bën 40 ditë. 42 ditë sot. Ku janë iranianët? Pse nuk janë përpara përgjithësisë? Ku i ka shërbimet tona kryeministri dhe t'i kishte identifikuar, t'i kishte arrestuar sot? Që vlerësoj që jemi në një klim që bizneset normalisht do bëjnë klimën e tyre në favor të politikës. Është e tmerrshme që të dalin biznesmenët, mos harrojmë në Durrës u mblodhen biznesmenët e thoshin që po na bie turizmi s'kishte filluar fare. Po na largohen turistët ne. Po pse do lëm Shqipërinë ne se do një biznesmen të glabrojë fonde publike? Do lëm në dorën e një grabitçari? Nuk mund ta lëm Shqipërinë kështu ne, normal. Protesta është një drejtë kushtetuese, një drejtë e njeriut e sankcionuar në konvent. E si mundet të dali një biznesmen ato po na prishni ëndrat tona? Çfarë ëndrash po i prishim? Po ëndrat tona, kush do t'i realizojë? Kështu që ne duhet kemi ëndër që Shqipëria të jetë me vërtet europiane dhe nuk futet Shqipëria në Europë me një biznesmen apo me një oligark.
futet kur mirëqenia tjetë e përgjithshme. Të kemi pensione, të kemi ilaçe, të kemi spitale, të kemi shkolla, të kemi gjykata. A dini ku arritën, se besoj kolegu e di shumë mirë, gjykata e apelit ka marrë mobile të përdorura të gjykatës posaçme. Nuk ka godina, ne dim shumë mirë, presim që ne të lirohet salla sepse s'ka ku gjykon gjyqtari. A mund të flasim ne për standard, për gjykata me standard me drejtësi europiane? Nuk ka. Pra ne këtu duhet të ndalemi. A është e mirë propaganda, do t'i bëjmë qefin tyre që i mungojnë, po bëjmë 11-12 vjet reformë drejtësi, edhe vetë të gjykata apelit merë raftet e përdorura të një gjykate tjetër. Pra, ja është e tmerrshme të mendosh që ne të flasim për Europë. Pra, Europa nuk është një biznesmen. Edhe për mendimin tim, biznesmen të cilët kanë përfituar nga pasuria publike. Kështu që Europa është mirëqenie e përgjithshme. Faleminderit. Me e qartë. Faleminderit avokat. Nëse ky zhvillim do të shëndodhur në një kohë tjetër, jo në një kohë protestash, si mendon se do kishte qenë reagimi? S'do kishte ndodhur, them. Unë në bazë domethënë që ndoshta s'do kishte pasur fare mobilizim nga policia e shtetit apo nga pushtetbërësit apo ku di unë, nga gjithkund tjetër apo nga këta të cilët ankohen se po ikin terroristët apo ku di unë, historirat e këtij tipi. Sepse unë dhe bas domethënë madje që ta shikosh ti në fund të vitit të ke për ta parti që në altë madhënia që do jetë akoma aty ku është sot, do thotë shiko, kemi humbur 1 milion apo 2 milion turistë, edhe ndoshta nuk është ashtu shifra, për shkak të protestës, se do duhet i japin domethënë le të thënë feedback vetes tia ose pushtetit tia. Pra ta qortoj protestën. Ta qortoj protestën në të gjitha mënyrat e mundshme se sikundër e ka bërë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Unë nuk dua fare të shtoj ato ose të përsëris ato që sapo tha avokati Langozi në rasti konkret, po në qoftë se të thash edhe një herë, nëse jemi në pikën kur neve do duhet të hetojmë review-t dhe nuk merremi me faktin domethënë që ne këtu na ka hyrë shërbimi sekret izraelit, iranian, grek, turk, italian, ku diun, amerikan, anti-amerikan, se gjitha shërbimet sekrete, rus, sa harrova, gjitha shërbimet sekrete na kanë hyrë këtu gjatë kësaj periudhe kohore, gjatë këtyre 40 ditëve që ka qenë protesta, sipas Edi Ramës. Dhe ndërkohë, as një ditë vetme, as një sekondë vetme nuk është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare për të vërtetuar më vërtet që kemi kaq në hall të madh neve si shtet. Ta kuptojmë valla. Kjo është historia. Ose do duhet shkrim shishin fare sepse ne na pas kanë hyrë gjithë këta dhe shishi s'pas ka bërë asnjë lloj pune. Pra e kupton se çfarë paradoksi i madh. Po kuptohet, kjo është një histori që duhet dhënë lënd, ushqim ditor njerëzve të cilët do duhet domethënë ta kapërdin madje pa e për fare. Se jemi dhe në kohë vere, e ke parasysh ushqimi është i pak, domethënë është i shumë, po do duhet të hash pak, me qëllim që të mos ta tërruash dietat verore. Edhe në rastin konkret, këta këtë duan, t'i japin. Gjën Landmallniti që thotë gjithmonë, algoritmi. Çfarë do të thonë algoritmi njëri? Algoritmi është tmerrësisht shumë i rëndësishëm avokat në botën ku ne jetojmë sot. Që do të thotë që nëse ti edhe njerëzit që na shohin ne sot, që na ndjekin në YouTube fal algoritmin na ndjekin. Po, nëse ti shkruar në Edi Rama aty dhe bllokon Edi Rama, do të thotë domethënë që Edi Ramës të del kërkundi. Pra, ky Edi Rama e pas ka mundësinë e këtij algoritmit. E ka ai? Pse akuzon protestën apo ata që merren me protestë për shkak të algoritmit? Po pse se akuzon për veten e vet? Pse bë ka ai këtë gjë? Ama është e thjeshtë, po them domethënë. Një gjë që unë e them kundër Edi Ramës, Edi Rama e ka mundësi që ta bllokojë aty. Apo si kundër diçka krejt tjetër që është e lavdërueshme për këtë qeverisje. Pra algoritmi nuk shikohet vetëm si një gjë vetëm për atë që e bën. Po ky për ti vetë ke dorë ta bësh një gjë, për më tepër që ti je kryeministër burr. I ke të gjitha mundësitë dhe platformat e ku diun ora çdo gjë ke ti në dorë. Kështu që është kam përshtypjen domethënë që po japim një rëndësi shumë herë më të madhe se sa të kundërshtoj pak këtu, nëse më lejon. Domethënë fakti që unë po e trajtoj sonte këtë dhe vura në pjesë të parë është për të kuptuar mënyrën se si
organizohet një shoqëri në raport me atë që përcakton dhe kushtetuta shprehjen e lirë, të shprehësh lirshëm në një shtet demokratik, në anën tjetër policia përpiqet të gjejë vepra penale brenda një organizimi, nuk duhet ta quaj organizim, po ka pasur thirrje të ndryshme se ne I kemi parë në rrjetet sociale dhe për të bojkotuar apo për të bërë review negative, a mundet që kjo histori të na provojë mbrapa qoftë edhe mbyllje të llogarive, të cilat mund të jenë funksionale apo të sakta siç I quan, pra mund të ketë një lloj censure më mbrapa që rrjedh pikërisht për shkak të këtij fenomeni? E gjykon kështu? Po kjo është amendim. Ne gazetari që të një dyshimin ngre. Dakor, ti je gazetar të lejohet. Unë jam avokat, nuk më lejohet bëj amendsime kur në profesionin që unë kam. Unë eci në bazë të fakteve dhe shkresave dhe gjërave dhe hetimit cilësor, sigurisht hetimit bazuar në fakte. Këtyre amendsimeve, analizave, se dhe kjo që ka thënë krye policie, për mendimin tim është thjesht një amendsim. Ai thotë unë do ka dyshim, thotë po amendsim pra. Si do të ta them shqip dyshim amendsim? Amendsim është. Dhe thjesht po e çoj domethënë për tu hetuar. Sërish këmbgul tek ideja. Në rast se neve kemi arritur standardin që do duhet tani të hetojmë këtë çështje, e zëm se është kështu siç thua ti. E zëm që kështu është. Jetojmë në një botë virtuale dhe kjo gjë mund ndodhin. Dakor? Por në rast se ti mendon domethënë që Shqipëria, ky vend, ka arritur standard domethënë që të hetojë krimin kibernetik, ndërkohë që nuk ka kapele për policit. E qartë. E kuptova logjikën. Faleminderit avokat. Të lutem regjia. Më kalon me siglën sepse dua të diskutoj për atë se çfarë po zhvillohet. Pra është aktualisht duke u zhvilluar koncerti Kanye West, aty ku qeveria shqiptare nxori nga buxheti I shtetit 4 milion euro. Mirë, një diskutim I madh mediatik dhe publik tashmë është akordimi që qeveria bëri për koncertin e Kanye West, 4.2 milion euro, faktikisht janë 4 miliard lekë të vjetra. Langozi, si e keni parë këtë lëvizje të qeverisë? Të paktën kryeministri Edi Rama në arsyetimin e tij publik që doli në video, tha që e bëri për të mos u turpëruar Shqipëria. Tani si lidhet mos turpërimi I Shqipërisë dhe 4 milion euro të marra nga fondi I emergjencave, po themi? Unë mendoj që kryeministri ka kryer një vepër të rëndë penale, për të cilën duhet të fillojë hetim. Nuk mundet kurse si kryeministri pa pëlqimin e taksa paguesve dhe personave të cilët kanë interes të dalë dhe të japi 4.2 milion euro. Për mendimin tim kjo përbën vepër penale dhe këtu padyshim që duhet të verifikohet qoftë mënyra, procedura, aplikimi, si mundet të dalë dikush që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia apo një vend tjetër dhe t'i dhurohen 4.2 milion euro për një koncert. Si është e mundur që ne sot nuk kemi teatr kombëtar? Si është e mundur që ne sot s'kemi spitale, s'kemi shtretër? Ne nuk kemi asnjë lloj gjykate në kushte që duhet funksionojnë siç duhet. Nuk kemi shkolla, nuk kemi çerdhe dhe kopshte. Edhe na jepen 4.2 miliard kur ne nuk kemi ilazhe nëpër spitalet tona. Kjo është e tmerrshme dhe mendoj që mënyra se si I përdor parat kryeministri është që ai duhet të ishte arrestuar në kushte flagrance. Sepse nuk mundet kurse si një kryeministër, se nuk po flasim për qeveri këtu ne. Keni parë ju ndonjëherë që të bëhet mbledhje qeverie? Mbledhje këshillit ministrave kemi parë ndonjëherë? Keni parë? Jo. Tu kemi kryeministër që bën çfarë do, nxjerr VKM, firmose, vulose, çon kudo. Nuk ka këtu miratim kërkesa. Qofse do kemi një procedurë, atëherë unë jam shumë dakord. Aplikoj, përfitoj, si u bë kjo pa ëndër darkë kryeministri, u turpruar Shqipëria. Si u turpruar Shqipëria kështu? Se do t'japin 4.2 milion euro se mendon një kryeministër se u turpruar Shqipëria? A e mori miratimin e gjithë pensionistëve kryeministri? Po vajti dha 50.000 lekë për të mbyllur gojën për protestën. Kështu që edhe kjo dhënia e 50.000 lekë që ai bëri, vlerësoj që meriton hetim. Por kush do ta hetoj? Kush do ta hetoj? Prokurorët që ai I menaxhon. Mund ta bëj kuvendit paktën Ermelinda Meksi, një
Ish eksponent e Partisë Socialiste, e cila i njeh çështjet financiare, tha që kuvendi, domethënë, është institucioni i cili është kontrollori në rastet kur këto fonde, të cilat prekin, le të themi, ato fondet e emergjencës, fondet e ndalin nga aty, do duhet të ketë një kontroll nga ana e parlamentit. Për mendimin tim nuk ka as parlament, sepse parlamenti është Zegjineja, Sara Mile, e tjerë, to do e kontrollojnë. Kush do e kontrollojnë? Kur ka dëm ekonomik, është patjetër prokuroria që duhet futet në lojë. Se nuk mund të tallet me lekët e shqiptarëve kryeministri. Po pse? Ai mund të shkojë ëndra tilla natë për natë. U turproga Shqipëria natë për natë 5 milion euro. Kjo është zgjidhja. Ka mënyrë, ka vlerësim, ka alternativë, ka insershë. Jo pa u ndar sa ditën tjetër ne jemi turp tha që mos jam 4.2 milion euro. Kështu këtu duhet të ndryjë prokuroria. Nuk ka nevojë këtu për parlament. Parlamenti apo kuvendi nuk ekziston. Përderisa këtu ne nuk kemi persona të cilët janë zgjedhur nga populli, janë zgjedhur nga partia. Keni parë ju të dalin në njëri dhe edhe Rion Braçe bën kote, sepse i ka thënë bëj si opozitar që gjoja pozihemi, po ngre zërin ti. Më kupton, nuk kemi këtu duhet të funksionojë organi i akuzës. Për mendimin tim, duhet të ishte sekuestruar procedura, nëse nuk kishte vendim Këshillit të Ministrave që ishte bërë mbledhje me protokoll me tëra, do të ishte arrestuar ai që shikon ëndra dhe thotë që ne u turprua. Dhe është nuk e kuptoj, domethënë, është kjo që bëri këtë herë shumë banale. Është shumë fyese për shqiptarët. Nga i qartë. Unë për mendimin tim, ne kemi 2 lekë si taksa pagus. Unë s'dua t'i jepen ati këngëtari. S'më intereson. Më intereson një rrugë, një shkollë, ne kemi rrugët cop. Pavarësisht se janë dhënë edhe lekët. Edhe na del na jepet për një koncert. Nuk e kuptoj, domethënë, unë vlerësoj që prokuroria në këtë rast nëse do kishte drejtësi apo në një shtet tjetër, një vendi me vërtet me drejtësi, nuk do kishte funksionuar kështu. Mirë, po kur e mendon me ritmin që ka ecur, le të themi, zhvillimi i vendit, 4 milion euro janë praktikisht 250 metra autostradë. Nard, një reagim i shpejt nga ana e qeverisë për të ndoshta për të mbuluar ndonjë pjesë bosh aty ke koncerti për të mos turpëruar Shqipërinë, kështu ishte reagimi i kryeministrit, u morën nga një fond emergjence, si e vlerësoni? Duhet bërë ky veprim? Mua më vjen shumë mirë që e kanë bërë një veprim të tillë. Po shumë fare, sepse që të mos turpërohemi. Jo, po ritma për ta mbyll, domethënë, më lera ta bëj analizën time, domethënë, ashtu siç dua unë ta bëj. Më vjen shumë mirë që e ka bërë, pilon çudim pse e ka bërë 4 dhe nuk e ka bërë 44. Me vendim qeveria do ta bëjë. Lere, domethënë, ai ka mbledhur apo si ka mbledhur, bën dhe me vendim që ka qarkulluar ajo burr. S'është një çudi e madhe. 44 me ta kishte bërë. Më vjen mirë, domethënë, që ky kryeministër, që ka marrë 850.000 vota të atyre që kanë qenë brenda dhe jashtë Shqipërisë, i përdor parat e këtyre njerëzve, të këtyre shqiptarëve në këtë lloj mënyre. Këmbën në fyt, po gurmazin do t'u heq juve, sepse i kanë dhënë votën. Dhe në momentin kur i jepni votën, ky kryeministër, ky njeri arrogant i gjithë pushtetshëm në këtë vend, që del dhe thot kush më kërkon dorëheqje mua, mos do të nderuar. Unë kam marrë 850.000 vota. Po, valla, kam marrë 850.000 vota. Kam marrë 83 deputet. Ja ka dhënë shqiptarët. I ka vjedhur, si ka vjedhur, nesër mëngjes mbaroj me këtë diskutim ne. I ka marrë këto. Shqiptarët, nëse mendojnë domethënë që kjo është alogjik. Se domethënë këtu shiko. Nuk ka fjalë turp, skandal, dreqe shejtan që ti vesh këtë kësaj lloj mënyre që ka gjetur Edi Rama për të dhënë 4.2 milion euro. Për vetë se të thuash, o njerëz, unë nuk di se si ti shaj mo këta. Nuk di më, nuk ka gjua shqipe, është e varfër për nga mënyra letrare ose shabloni qytetar për t'i sharë këta me libër shtëpie. Realisht mo. Sepse nuk ka koncept ndryshe. Tani po do ta bëj pyetjen prapë më ndryshe unë. Problema, se si ndjen në zemër këtij kryeministrit dhe në datën 21 korrik në Shqipëri është Xukero Fornaçari. Xukero është një nga, le të themi, këngëtarët italian që ka 30-40 vjet që pëlqejet në Shqipëri. Në Shqipëri, në botë, gjithandej. Domethënë, kur ti shikon Xukeron
dhe shikon dhe thua Kanye West, të duket sikur të bësh një shenjë barazie midis, me gjithë respektin, po Dule Malindi ose Sinan Hoxha me Metallica apo Iron Maiden. Kjo është diferenca e madhe. Pra, në 21 korrik në Tiranë është Zucker. Se si e për Zuckeron ky naltmallnia i Sorrelit 1 milion, 2 milion, 5 milion, 10 milion euro. Do shta Zucker i mbush vetë vendet, i nxjerr vetë. Po kush ka këtë detyrë këtia që të sillte një njeri që e ka zbuar gjithë Europa për shkak të bindjeve të tija dhe për shkak të monstruoziteteve të tija? Kush e detyroi? Kush i tha këtij njeriu, domethënë ta sjellin kush është ky? Unë nuk i njoh asnjë këngë këtija. Se di kush është ky. Troç. Dhe unë e mbaj veten për intelektual. Unë se njohun fare këtë. Pse du t'i japun 2 euro për këtë njeri? Se më ka marrë 2 euro më kjo. Për çfarë arsye? Këtu nuk ka më... Ore, e kupton që nuk ka logjik fare. Langozi thotë spaku, hetimi, drejshës... Ore, duhet... Ajo është rrugë ligjore, ë? Ka gjëja më kështu, domethënë, kjo është me e përgdhel, me Langozi, e përgdhel fare. Këtu është kapësh kokën me dorë. Dhe e kuptoni ju, tha mo, do turprohet imazhi, domethënë imazhi i Shqipërisë nuk u turprohet kur i futi fadromat vjetë thethit ky. Ja, kur i nxorri ata turistët nga duke fjetur gjumë. Haj mani me në vjetën këtë kohë. Nuk i ske. Qa lidhe ka, kjo ne bëjmë shtet. Ne për mikun ti e di, si mendsi shqiptare. E kupton edhe një herë. Ky njeri që po është duke performuar, akoma s'ka filluar, por kur të filloj, për pak, ky njeri nuk është pranuar në Angli, nuk është pranuar në Suedi, nuk është pranuar në Francë, nuk është pranuar në Gjermani, nuk është pranuar në Itali. Kacabindë dhe antisemite kanë përshtypje, no? Ore, është ignorantor burr tani, është pro-hitlerian. Është pro-hitlerian, mo, është njeri, domethënë që e ka shprehur haptazi qëndrimet e tija pro-fashizmit, pro-Hitlerit. Si ka mundësi që kryeministri ka dhe lidhje shumë të forta, domethënë dhe me Bibi Netanyahu, kryeministrin izraelit, edhe afrohet dikush që është kundër, ndoshta si komb. Ti më bën. Ka dhe disa më çudit fare kur më bën ca pyetje. Sepse ky njeriu vet, ta kam thënë edhe një herë tjetër, është njeriu më narcisist në botë. Është politikan i kameleon, më burr. Ai vet nuk e di se si do gdhihet ditën tjetër, mo. Ti e pe mo që shkoj aty dhe ju fal Erdoganit tani. Njëri falet Erdoganit, njëri falet Melonit, njëri falet Mercit, njëri falet thot nuk ka, ai do jetë turpi njerëzimin nëse Donald Trump i zgjidhet president, tani po bën të pamundur, shtrihet barka si që t'i japin dorën, ta shikoj. E pe ç'bën dhe në summit, mo. Të gjithë veshur normal për një event të tillë, kurse ky shkonte me atlete. Ky që po ka shpikur mendjen botërore, modën ky. Domethënë moda u shpik në Tiranën e këtij, të shallvareve. Ky. Domethënë ka ngelur bota e mbar, ka ngelur që ti marrin mend këtia. Ky është imazhi i prishur i Shqipërisë. Ky është që duhet turprohemi ne. Nuk turprohet Shqipëria pse s'u mbush me koncertin e një se s'duhet ta prish gojen fare. Po nëse shkoka në XY ore në Itali mund të bëhen 10 koncerte në ditë nga veriu në jug. Se është e madhe Italia, në 10 në ditë. Çaj bie që Meloni do ngrihet dhe tani do thotë sigurisht se s'po i mbushet koncerti Stingut aty në Milano, ti edhin të çojmë sa lek. Ore, seriozisht e keni or burr. Ideja është që kryeministri ka thënë që këto 4 shumëfishohen dhe këtë e ka pretenduar edhe ministri. Kush e shumëfishoi, se po më çudit. Me nxehtësit e shkollave që çoi sot me detyrim aty. Me detyrimin që aty e mirua bën, me detyrimin që u bëri gjitha bizneseve. Nxënësit fëmijë janë, edhe qefin e kanë. Domethënë nuk po i hym, ata janë le të themi është pasojë për ata gjithë kjo histori. Po ande, të lutem tani se më Jo. E di kush ka qenë ky njeri? Do shkon do kënaqë. Rri këtu tani mos më Ka një problem tjetër për organizimin. Të lutem. Ky njeri, ky palo kryeministër, në 2012-ën ka dalë dhe ka marrë një konferencë të gjatë shtypi përse qeveria asë kohë në 100 vjetorin e pavarësisë kishte dhënë një fond prej 1 milion eurosh
Po? Për 3 koncertet të mëdha në Shqipëri dhe për gjitha koncertet e tjera që bëheshin rreth e Peqer. 1 milion euro. Për festën kombëtare, 100 vjetorin e pavarësisë. Në qartë. Kurse ky zotria për një njeri të degeneruar që vjen nga bota e nëndeshme e Amerikës, ka 4 milion euro dhe e ka futur në shtetërrethim Tiranën. Shtetërrethim Tirana më sot. E pash, ti që u vonove. Tani, për çfarë po flasim tani? Okej. Langozi, tani, fakti që ky 4 milionsh është kundërshtuar kaq fort, ndoshta edhe siç bët edhe ju me argumentet tuaja këtu, tregon që ishte një veprim i guximshëm nga ana e qeverisë, tregon që qeveria nuk ka reflektuar nga presioni popullor, nga protestat. Jo, ato ishin paratë të cilat ishin premtuar, ishin formë korrupsioni, ku diun se duhet parë dhe mënyra menaxhimit. Edhe kur bëhet fjalë për korrupsion, nuk ky shtet nuk nje frikë. Sepse këtu ka ushtar sa duash që bëjnë burg. Ne kemi parë që këtu kemi rreth 1000 zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar të cilët janë të arrestuar. Dhe këtu ka plot të cilët do përfundojnë në burg. Dhe këtu nuk nje njeri rrezik kur bëhet fjalë për para. Sepse ato do shkojnë në buxhetin e personave si kryeministri e personave të tjerë. Të mos harrojmë që këtu një gjurmë shumë e fortë është edhe libri që me të gjitha arkitektët kryeministri e kishte bërë dhe e propozoi si një arritje shumë madhe. Kur ndërkohë aty ishte kundërta. Aty ishte mënyra afera dhe mënyra si i merr lekët kryeministri. Dhe ne këtu edhe në rastin konkret, kjo 4.2 milion euro reagoi komplet komuniteti Shqipëria, sepse ishte një moment që me të vërtet qeveria do të kishte reflektuar. Por ne të mos harrojmë se sa miliard euro janë larguar nga buxheti i shtetit dhe janë përfituar nga qeveria, nga njerëz të lidhur me qeverinë, nga drejtorët e Edi Ramës. Kjo do parë, prandaj duhet shrenjosur kjo lloj politike. Dhe me të drejtë ngrihen protestuesët dhe protestojnë sot. Sepse kemi grabitje 36 vjet. E kanë masakruar Shqipërinë. Dhe ne do të presim tani se shikon ëndra i kryeministit për mënyrën e investimit. Pra këtu shikohet, vlerësohet se kush ka interes më shumë për të investuar. Dhe nuk mund të dalim ne u turpruam sepse nuk i dham 4.2 milion euro për i koncert, që është vetëm një natë. Dhe nuk mund të mbajnë njerëzit sepse po na kujton atë filmin shqiptar në Lushnjë, kur bësh një koncert atje. Identik është rasti konkret. Kur gjithë njerëzit protestonin dhe ishin kundër pushtetit, bësh një koncert nga disa persona të cilëve edhe ai koncerti doli jashtë loje. Që unë vlerësoj që këtu kemi jo vetëm ky rast, po këtu kemi një masakër të tërë që bëhet fondeve të shqiptarëve. Pra po thua që qeveria nuk i trembet në raste të tilla që ju mund të cilësoni dhe akte qeveria jonë është e para në botë që nuk turprohet, se merr dhe glabëron fonde. S'është rasti i parë ky, që Edi Rama ka bashkëpunuar me vendet e huaja. Të mos harrojmë tuneli Llogaras. Kemi minus 30 e ca milion euro vetëm me 50 milion euro vetëm me një prokurim publik, pa ju futur investimit. Kështu që këtu nuk është era parë që Edi Rama i merr paratë nëpërmjet personave që janë jashtë Shqipërisë, sepse këtu i ka dalë boja. Këtu nuk mund të besoj më njeri ai që këtu do t'i mbaj besën. Sepse aq bozë është bërë. Se nuk mund të lësh jetën në dorë Zegjines apo në dorë të personave të tjerë. Që normalisht ata do jenë ushtar, do shfrytëzohen nga kryeministri, por në përfundim parat do merren në vendet e huaja. Do kontrollohen andej. Ja i qartë. Tani, ne jemi në ditën e 42 kam përshtypjen të protestës, sepse realisht janë bërë aq shumë ditë që qytetarët po dalin, po protestojnë, sa ndoshta edhe mund të ngatrojmë ndonjë ditë. Langozi, ku mendon se do shkojë historia e protestës? Të paktën nga ajo çfarë mbaj mendun, sa memorie kam unë në
35 vite të demokracisë, po themi shqiptare, tranzicionit demokratik, nuk kam parë protest më të gjatë. Ndoshta mund të ketë qenë ajo e teatrit kombëtar që artistët të ndryshëm e kthyen në një lloj sheshi të diskutimeve dhe mendimeve politike dhe qytetare aty, por kjo që ka një lloj që rrin tek kryeministria, s'kam parë ndonjëherë. Jo, unë vlerësoj këmbguljen e popullit. Mendoj që hallet e tyre janë aq të rënda sa që nuk mban më. Edhe njerëzit nuk kanë më kthim pas. Edhe normal që jo vetëm kaq, po derisa ky kryeministër ai duhet të shporret nga skena politike. E derisa ky bashkëpunim politik, po ДПС, e derisa të kemi të zgjedhur në parlament njerëz që i zgjedh lideri politik, unë vlerësoj që ky popull nuk do të riqet, se populli nuk është budalla. E kanë lënë dele, e kanë lënë budalla popullin shqiptar. Por është ky popull që po jehon gjithë bota për krenarin ton, ata njerëz të varfër që janë atje në krye të protestës, besoj e pat një ndër ata personat e arrestuar që kishin nxjerrë gonfam se çfarë kushtesh Mirane jetonte. Edhe pse? Sepse ky kryeministër i ka vjedhur fondet, i ka lënë babat paralizuar dhe vetëm paguan Kanye West atje. Dhe nuk shmanget se punët e tij janë shumë të tjera. Ka vajtur ku nuk mban më. Një kryeministër i cili është megaloman, që e përçmon popullin e vet, që e përbuz, e shan, e fyen, i tha çryk, i tha fuck you, i tha atje në atë dhe i ha fjalët e veta. E i tha fëmijëve që shkonin foto dhe Mianudo. Ky është ai që do na udhëheqin ne. Ky është një hajdut, hajdut. Dhe për këto arsye, ky popull, pa e shporrur nga skena politike, nuk do ta lëj protestën. Edhe unë e vlerësoj, e mbështes në mënyrë absolute. Sepse jemi cënuar gjithë ne. E qartë. Faleminderit Langozi. Në ardhë 42 protest. Mendon se ka rënë me rënën e temperaturave në shtator do ketë një rikthim, një rindezë e temperaturave tek protesta? Si e shikon? Do ishte skenari më i mirë i mundshëm që ata që janë, le të themi, organizatorët të protestës ta rishikonin këtë historinë e të daljes çdo ditë aty, në numra herë shumë, herë më pak, diçka e tillë, edhe për shkak domethënë të faktit domethënë që gushti është përpara, shumë institucione mbyllen, shumë gjëra domethënë nuk janë më në përditshmërinë e tyre. Edhe pushime bën njerëzit. Pushime do bëjnë njerëzit, kështu që është krejt normale kjo si histori dhe pastaj të ktheheshin në shtator me një strategji tjetër. Pse them strategji tjetër? Sepse unë mendoj domethënë që kjo protestë do duhet me patjetër domethënë që të ketë një kulmim të vet. Dhe kulmimi i vet do të jetë me një produkt të cilin do duhet ta nxjerrin në një moment të caktuar. Nuk di ta them nëse do duhet kishte dalë akoma apo do duhet të dalin më pas. Le themi ai grupi organizator, ai produkti politik që do duhet të nxjerrin në protesta, sepse nëse kjo protestë ande, për vendimin tim nuk do japi një produkt politik, pra nuk do krijojë një organizatë politike. Nuk do ketë një kuti të vetën ku ata të cilët mendojnë për te Ramës dhe Berishës të kenë mundësi të votojnë. Atëherë kam bërë një vrim në ujë për mua. Të bëj një pyetje politike? Kërkesat që dolën nga grupi organizator janë 5 kërkesa, ndoshta ndryshimi i kodit zgjedhor, i disa ligjeve, ndoshta mund të jepet frymarrje partive të reja, nuk është ky një produkt politik në vetvete kur jepet frymarrje partive të reja që ndoshta të marrin diçka më shumë në dorë? Tani dëgjoj, okay, është produkt politik, është doktrinë politike. Problemi që qëndron këtu andi, kush përfiton nesër në momentin kur çdo gjë ndodh kështu si kundër kanë kërkuar protestuesit. Pra e zëm domethënë që Edi Rama bindet edhe jep dorëheqjen. E zëm. Okej. Kjo është ëndër e bukur, po e zëm. Okej? Se unë nuk e besoj kur këtë gjë. E zëm domethënë që do japin dorëheqjen. Edhe zëm se parlamenti do e votojë kondicionalisht ashtu si kundër kërkohet. Edhe shumë çka tjetër. Çfarë do të thotë? Nëse ky grup iniciator i protestës, këta njerëz që dalin aty, nuk kanë pastaj mrapa një organizatë politike, një parti politike, e cila ti përfaqësoj, atëherë gjithë ky popull opozitar
Ose do shkoj te Berisha, ose do shkoj te këto partitë e reja, për të cilat për mendimin tim janë të gjitha mashat e njëra tjetrës. Nuk arrin dot asnjëra për tyre që të krijojë një grup homogen i tillë, domethënë që të ketë një lloj idealizmi, sepse po të ishte kështu Andi, protest nuk kishte arsye të dilnin kaq shumë njerëz. Do mjafton domethënë që dilnin të shkonin nga bas njerëz partia apo partisë tjetër, do t'i kishin dhënë votat mjaftueshme. Po, partitë e vogla do t'i kishin dhënë votat mjaftueshme dhe sot Edi Rama nuk ndoshta do ishte kryeminist. Fakti është që njerëzit sot nuk e duan Sali Berishën dhe nuk kanë për t'ia dhënë kur më mundësinë që ai të bëhet kryeminist. Unë këtë është, domethënë e besoj si ajri që thith. Le çfarë thon militantët e Partisë Demokratike, le të bëjnë çfarë duan e të mendojnë. Nuk ka një rikthim të tjetër të Sali Berishës si kryeminist në këtë vend. Kush do ta besoj, aq më mirë bën. Kush do ta besoj, le të flejë në ëndra. Dhe duke qenë se ti ke Sali Berishën në rastin konkret, përfituesi më i madh në momentin ku qëndron Sali Berisha këtu është Edi Rama. Këta mbajnë janë simbiozat e njëra tjetrës. Dhe keqja më e madhe është se këta të dy kanë krijuar një kod zgjedhor i cili është vrastar dhe për partitë e reja, cilat do qofshin ato pavarësisht se unë për partitë e reja, këto që janë, kam një opinion shumë negativist. Si për partinë e zotit Adriatik Glapaj, të zoti Shehe as që dua ta llogaris fare sepse kam një mendoj domethënë që vetë zoti Shehe si personazh mua nuk më ngjit si politikan. Troç ta them. Mund të ketë idea krejt ndryshe, sepse unë nuk jam për politikanin, për biznesmenin që bëhet politikan. Politika bëhet nga ata që e kanë politikën në profesion, jo nga biznesmen që duan të bëhen politikan. Ti e në rregull atë biznesin jot, ç'pun ke ti më marr me politikë? Ç'a keti, ç'a problemi ke? Ka që diskutim dhe me Rishi Sunak kur u bë kryeminist i Britanisë së Madhe që do duhet dikush i pastër i pasur. Jo, dakord. Po jap. Unë mendoj, domethënë që në politikë duhet merren ata të cilët janë nën punës, e njohin administratën dhe e krijojnë politikën e bëjnë profesion. E qartë. Nuk mundet të bëhet një biznesmen politikan. Po u bë është fundi botës për mua. Ja po ndodh në Amerikë. Në rast se skenari që parashikon, në rast se nuk prodhohet, le të themi, një produkt politik i mirëfillt i cili futet në garë që mund atë përfituesi më i madh do jetë Berisha. Pjesën më të madhe të këtij elektorati do ta marrin Partia Demokratike. Dhe për mua nuk ka zgjedhur asgjë. Sepse ç'a kuptimi ka që të dalësh në protest për ditë me radhë, të thuash Rama Hamburg e Berisha Hamburg dhe pastaj mrapa domethënë të mos krijosh produktin tënd politik. S'ka kuptim, po çka ke dalë aty? Jam aktivist. Isha në një studio televizive herën e kaluar tek moderatori tek Denis Minga, dhe ai një nga ata organizatorët thoshte ne jemi aktivistë, zotëri. Dakor, më që je aktivist, zoti ti dhën mundësi domethënë që të shkosh për ditë aty, por ti duhet të kesh një domethënë ku është synimi jot, ku është cili është qëllimi, ku do shkosh? Ku do arrish ti pas një muaji, pas 2 pas 3 muajsh? Ka një, si thua, një plan afat shkurtër dhe një plan afat gjatë. Ti ta s'kan asnjërin as tjetër, ose të paktën nuk duket se kanë asnjërin as tjetrin. Dhe nuk po dua që të jem kritik domosdoshmërisht, se unë nuk mund të jem kritik me një gjë të cilën unë e bëj mbështetës. Se unë e kam mbështetur dhe ta mbështes protestën. Por ama unë dua që kjo protestë pastaj mos të bjerret dhe neve të shkojmë prapë ca tek Berisha dhe ca tek Rama, se ç'a kuptimi ka pastaj, ç'a kemi bërë, ç'a kemi prodhuar. Duhet me patjetër kjo protestë të krijojë konstruktin e vet politik. Për mendimin tim, ka shumë njerëz që thonë është akoma herët. Unë jam nga ata që mendoj që duhet ta bëjnë tani. Intelektual ka sa të duash, edhe shumë e rëndësishme, pafund, shumë e rëndësishme është. Në qoftë se bëhet ai debati që dëgjova para një 7-8 ditësh, 10 ditësh, gjëja për atë kuvendin që do mblidheshe. Jo pse nuk më thirrën mua, kush e ka thirrë këto? Pra, ato cmirat. Për çfarë? Jo, nuk janë as për çfarë, ato janë cmira, domethënë të shikosh, mos shikosh dot as për te hundës tënde. Ore, nëse ti je një njeri me një lloj intelekti, nuk ke nevojë të thresin më. Nuk ke nevojë të bërtasësh më. Se të vjen vetë radha. Të vjen vetvetiu. Të vjen vetvetiu. Po bërtitem shumë, nuk do të thotë domosdoshmë që jemi zgjuar më zotrin. E qartë. Mirë, ndoshta do duhet presim se çfarë do provoj protesta, sigurisht 42 ditë nuk janë pak. A mund të kemë pasur lodhje protestuesit, kjo do duhet parë, se çdo rezervoj gushti apo shtatori, edhe kjo mbetet sërish për tu parë.